Ministria e Brendshme Gordana Jankullovska ka dënuar ashpër rrahjen e nxënësve shqiptar në linjën e autobusit me numër 58, si dhe incidente tjera që pasuan pas këtij. Ajo me këtë rast apeloi deri tek të gjithë qytetarët për gjaktofci dhe të kontrollojnë reagimet e tyre pasi dhuna mund të përfundojë tragjikisht. Sa i përket këtij incidenti, janë marrë të gjitha masat e nevojshme nga policia dhe besojmë se shumë shpejt do t'i kapim kryerësitë e incidentit me qëllim që të japim përgjegjësi për veprën e bërë penale. Jankullovska nuk hedh poshtë mundësinë për skenar të mundshëm nga qarqe dhe njerëz të ndryshëm që dëshirojnë prishjen e marrëdhënieve ndërretnike, por me këtë rast porositi se numri atyre që nuk e dëshirojnë këtë gjë është shumë më i madh. Unë nuk përjashtoj mundësinë se në Maqedoni ka persona që dëshirojnë prishjen e marrëdhënieve ndërretnike, por megjithatë jam e bindur se janë shumë më numër më të madh persona që nuk e dëshirojnë këtë dhe do të japin kontributin e tyre me qëllim uljen e tensioneve, zbulimin e incidenteve dhe në linjën e fundit demistifikimin ose demaskimin e gjithë atyre personave që dëshirojnë të nxisin tensione ndërretnike. Sipas informacioneve të para të MPB-s, incidentet që ndodhen në disa nga autobuset e transportit publik të Shkupit nuk kanë qenë të koordinuar dhe kanë pasur motive të ndryshme. Ministria e Brendshme, si çdo herë deri më tani pas incidenteve, ka njoftuar se ka shtuar prezencën e policisë në terren dhe ka dërguar porosi se dhunuesit e marrëdhënieve ndërretnike nuk do tolerohen, pa dallim se cilës bashkësi etnike i takojnë.